Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Sot në mbledhjen e përjavshme të grupit socialist, ku kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm, burime për Top Channel citojnë Ramën t'i ketë kërkuar deputetëve të jenë më aktiv në rrjetet sociale në kuvend. E njëjta kërkesë u artikulua edhe në mbledhjen mes grupit parlamentar socialist dhe ministrave. Kërkesa e përsëritur e Ramës vjen në kohën kur i gjithë grupi parlamentar socialist është shfaqur aktiv në rrjetet sociale përballë retorikës së shprehur nga protestuesit. Këtë kërkesë të Ramës, njëri prej deputetëve të majorancës e quajti si një wake up call për të gjithë grupin parlamentar. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, në një konferencë për shtyp foli për projektin në Sazan, ku shpreh se ka filluar puna për zhvillimin e zonës. Pyetjes së gazetarëve nëse ekziston projekti i Sazanit, Ibrahimaj tha se shteti shqiptar është duke negociuar me kompaninë mbi përqindjen që do të ketë. Sa kaq theksoi se sapo të ketë një pasqyrë më të qartë do të bëhen transparente për publikun. Kreu i grupit socialist Taulant Balla tha se majoranca nuk ka ndërmend t'i jap dritë jeshile mocionit me debat kërkuar nga opozita, për aq kohë sa Berishën nuk e shikojnë si interlokutorin e protestës. Balla i kërkoi Mariana Koçekut t'i dorëzoj Partisë Socialiste mandatin. Njëri që nuk di të respektoj ata që e kanë zgjedhur dhe duhet ju them, personin fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste të Shqipërisë, të ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti dhe kur të votohet drejt për drejti ka drejt dhe të përdori mandatin. Në mbledhjen e grupit socialist nuk mori pjesë Elisa Spiropali, e cila ka komentuar protestën duke kërkuar që zëri pjesëmarrësve të dëgjohet e të ketë reflektim. Top Albania Radio. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato theksoi nevojën e një ndryshimi të mendësisë në institucionet e drejtësisë në një konferencë përballë magjistratëve të rinj, tha se reforma në drejtësi nuk mund të mbështetet vetëm tek ndryshimet ligjore, por kërkon edhe një transformim të kulturës institucionale dhe të mënyrës së të menduarit të atyre që shërbejnë në sistem. Mbi 17.000 persona me arsim të lartë ishin të papunë në Shqipëri gjatë vitit 2025, sipas të dhënave të Instat. Më shumë se gjysma e tyre janë në moshën 30 vjeç, duke treguar vështirësitë që hasin të rinjtë e diplomuar për të punësuar. Ekspertët e lidhin situatën me mospërputhjen mes diplomave dhe kërkesave të tregut, mungesën e përvojës profesionale dhe lidhjet ende të dobta mes universiteteve dhe biznesit. 48 orë liri për kryebashkiakun e Tiranës Erion Velie, i cili është bërë sërish baba. Mësohet se bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, ka lindur djalin e dytë të familjes. Me lejen e prokurorisë së posaçme, Velia është shoqëruar nga qelia e tij drejt maternitetit Koço Glizheni për të parë foshin e porsalindur. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Avokati i Kujtim Sakrani nuk do të përfaqësojë më kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Studia ligjore njoftoi se bashkëpunimi është ndërprerë për shkak të humbjes së mirëbesimit reciprok dhe mungesës së bashkëpunimit mes palëve. Sipas deklaratës, vendimi është marrë në përputhje me kodin e etikës dhe nuk lidhet me konflikte interesi apo mosmarrveshje mes avokatit dhe ish klientit. Plagosje me armëzjarri në Pogrades i lënduar në këmbë ka mbetur Brian Syzo, një emër i njohur për policinë pasi ka precedent penal. Syzo, i njohur për prodhimin dhe shitjen e lëndë narkotike, është përfshirë disa herë në konflikte në Pogrades. I plagosuri u transportua në spital ku po merr ndihmë mjekësore. Policia ka arrestuar në Prenjas Nikola Gollin, të dyshuar si autor të ngjarjes. Lajme nga bota. Irani ka mohuar raportimet se këtë javë do të zhvillojë bisedime me Shtetet e Bashkuara në Katar. Zëvendës ministri Ashton tha se nuk është planifikuar asnjë takim teknik dhe i cilësoi si të pasakta njoftimet e mediave. Më herët Reuters raportoi se ekipet e të dy vendeve mund të takoheshin në Doha për të diskutuar uljen e tensioneve dhe çështje të sigurisë në ngushticën e Hormuzit. Vladimir Putin pret negociatorët amerikan për fillimin e bisedimeve mbi luftën në Ukrainë, se siç tha Shtetet e Bashkuara duhet të jenë më pak të përqendruara në çështjen e Iranit. Jemi të gatshëm të vazhdojmë negociatat dhe të diskutojmë të gjitha detajet, deklaroi presidenti rus. Rusia ka paralajmëruar se do të marrë masa politike dhe ushtarake pas vendimit të Finlandës për të lejuar importin, tranzitin dhe ruajtjen e armëve bërthamore të NATO-s në territorin e saj. Ligji i ri hyn në fuqi më 1 korrik. Moska e cilësoi këtë një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare, ndërsa autoritetet finlandeze lidhin ndryshimin me politikën e parandalimit të NATO-s. Sport.
Nga sot fillon pjesa serioze e botërorit për Brazilin dhe Gjermaninë, faza me eliminim direkt. Seleção ndeshet me Japoninë në orën 19, ndërsa gjermanët përballen me Paraguajin në orën 22:30. Gjermanët vinë pas humbjes me Ekuadorin dhe ndeshen me një tjetër kundërshtar amerikano-jugor. Ancelotti dhe të tij në anën tjetër kanë entuziazmin e fitores së thellë ndaj Skocisë përpara sfidës së sotme me Japoninë. Mbrëm Kanadaja mundi 1-0 Afrikën e Jugut. Parashikimi I motit. Sot vendimi do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Gjatë pasdites ka kthjellime të shoqëruara me vranësira të pakta kalimtare pa ndikim të konsiderueshëm. Temperaturat do të mbeten të larta duke bërë që dita të jetë nxehtë. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Erisilda Duko. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.